Në Tryezë ne kemi vendosur, kemi mente në mos gaboj? Kemi borzilokun, po. kemi trunzën, është mente, është në gjiku që themi në përditshmërinë tonë, kemi dafin, varet si e gjen halat ose gjelpërat e pishave. Kudo që kalojnë që vemi një weekend në një fshat, në një mal, jo, aty kam marrë bredh. Duke qenë që në balkonin tim kam bredh, ky është bredh. Por kemi të bëjmë me rozmarinën, dhe bredhi shkon shumë mirë në pjesën e respirimit. Për mushkrit është mrekulli, ul histaminin, ul inflamacion, kështu që fare mirë, kur e thash edhe pak më parë, në moment që ne vemi në mal, kemi një fushë, është bukur kur mbledhim bimët dhe i kemi, i thajmë dhe i kemi në shtëpinë tonë gjatë gjithë dimrit. Mirë. Me gjethet e bredhit, çfarë do të bëjmë sot? Me gjethet e bredhit, vetëm për ty, tani, do bëjmë një çaj ku kemi gjethe bredhi, do vë pak lëkurë shege. Kjo shege është shege e egër, mos e shikoni kaq të vockël, është sheg e egër. Dhe prandaj dhe është kaq e vogël. Do vë lëkurën e shegës, duke qenë që lëkura e shegës është për inflamacionet, për anën respiratore, për kollën, por deri tek parazitët është pastrimi më i bukur i zorës tonë. Nga të gjitha bimët, ne marrim vajra esencial në moment që ne i kthejmë në çaj. Marrim dhe vitamina, marrim vetëm mrekullin shumë vlera dhe ne mjekojmë në përditshmërinë tonë. Pak dafin apo e ke takuar të javë me dafin? Nuk do t'i thoj ajo, prap, ka një shije dhe një aromë të mirë, vlerat i ka ushqyese dhe i ka shumë të mira, nuk besoj që bën dëm, absolutisht. Eukaliptin gjithashtu, pasi do të shtoj 2 pika vaj eukalipt në çajin tënd. Mos rëndohet shumë apo jo? Jo, fare, se ke vetëm dafin, ke lëkurën e shegës, ke bredhin, e alternojmë her bredh, her pish, çfarë mund të kemi në shtëpi, dhe në fund do i shtoj vetëm 1 pik vaj esencial të